Kjo video është për ty, por njëkohësisht dhe për mua, që jemi lodhur duke u përpjekur të hapim rrugët të cilat na bllokohen dhe motiva që shpesh përsëriten. Dhe këtu jam për të thënë se një mësim që nuk e mësoj me mënyrën më të lehtë, vinë mësime më të vështira, sidomos ku ngrihemi në një nivel, si që ne të shikojmë mësimin. Nuk është dënim, nuk është dënim nga Zoti, është diçka që ti ke firmosur në kontratën e shpirtit, një karmë që duhet ta plotësosh dhe nuk mund ta shikosh. Këtu dua të them që vetëm e ditën e lindjes mund të mësosh pse të bllokohet fati në disa fusha. Çfarë fshihet poshtë çdo ati bllokimit, kush është karma jote, por jo vetëm. Kjo nuk është vetëm parashikim. Kjo është që të mësosh si të dalësh, si të plotësosh këtë karmë, si të dalësh nga këto bllokime dhe si të mos përsëriten më motivet. Është shpeshherë shumë e lehtë nëse e shikojmë, por shumë e vështirë nëse se shikojmë. Dhe mua personalisht më përsëriteshin deri tani disa mësime që të bëj një zgjedhje në vetes. Çfarë kam bërë unë një jetë të tërë? Dhe historia për ju që më shikoni dhe për një shoqe që më kishte shkruar një cerekun e fatit tënd të kisha edhe ç'ti ishte. Dua t'ja përgjigje dhe tek ty, por dhe te ju që nuk më njihni, që më shikoni, shpeshherë dhe më shikoni si njeri të fortë, njeri që po ju jap dhe mësime dhe këshilla, por të gjitha ato që ja u jap dhe ja u them, nuk janë të shkruara vetëm, nuk janë të studiuara, janë dhe përvojat e mia personale, sepse nuk ka më mirë se të ndajmë përvojën tonë, të hapim zemrën dhe të pranojmë, po dhe fajet dhe gabimet. Sot mund të them që të ndaj dhe këtë me ju, bas disa ngjarjeve që ndodhin kohët e fundit, sepse sa herë që rritemi në një nivel, edhe unë gjithmonë punoj me veten dhe ngrihem në një nivel tjetër, se kjo është rrugtimi, është mbi gjithçka këtu në këtë jetë. Sot punova me të drejtën të bëj dhe fal, sepse deri tani e dënonja në një farë mënyrë veten time, nëse bënja diçka gabim, fal. Dhe rënja mund të jetë në jetët e mëparshme, në rrjetin familjar, në sistemin familjar, dhe në këtë jetë që dikur ke bërë një gabim dhe je torturuar, je qurtuar, je ndërshkuar, dhe ti pastaj çfarë bën? Në ndërgjegje e mban dhe nuk e lëshon dhe kështu vepron dhe me njerëz të tjerë. Edhe ka frikë të bëj faj. Gjithashtu, stabiliteti ose siguria shpirtërore dhe siguria financiare ka qenë shumë e theksuar këto kohët e fundit tek mua për ta punuar, por nuk është vetëm tek mua, sepse shpesh u lidhem me karmën kolektive si terapiste, po si shpirt, sepse kudo dhe me njerëzit që bëj terapi dhe në grupe dhe personale, është pasiguria shpirtërore. Somos ne vajzat, po dhe meshkujt, nuk ju përjashtojmë, sepse dhe ju si fëmijë nuk na dhanë ato që duhet të jepnim. Nuk ishin të pranishëm baballarët pranesh, sepse ashtu i mësuan të ishin, somos për vajzat nuk arritëm që të merrnim atë dashurinë për këdheljen, se ishte turp të për këdheljen atëre fëmijët, dhe sa më mbrapa më të thella janë gjërat. Megjithatë, që të mos bëjmë terapi në kjo video, së shpejti do takohemi në një trajnim të fuqishëm që do punojmë me sigurinë financiare, por më e rëndësishme është siguria shpirtërore. Nëse nuk ke siguri shpirtërore, nuk mund të vijë financiare. Nëse ti ndihesh me faj gjithmonë dhe ke frikë të jesh i lirë të veprosh, të marrësh iniciativë, që mos dështosh në diçka që bën,
nuk mund të vijë dhe liria financiare. Këto janë të gjitha të lidhura së bashku. Prandaj, radha e parë, çfarë duhet të bëjmë? Në radhë të parë duhet jemi të vetëdijshëm, të mësojmë në bazë të kontratës së shpirtit me ditën e ditëlindjes, çfarë të bllokojë pikërisht ty në jetën tënde, cila fushë e jetës. Dhe në radhë të dytë të mësojmë të gjithë kontratën e shpirtit, kush është karma jote, sepse karma është mësim, jo dënimi, por duhet ta mësojmë që të mos përsëritet. Unë nga që isha e ndjeshme deri tani, i largohesha të vërtetës, domethënë vinja deri atje edhe i justifikoja njerëzit. Ne duhet të mësojmë që të gjithë dhe prindrit tanë dhe njerëzit më të dashur, ne i kemi sjellë ose i kemi zgjedhur që të marrim mësimet tona. Ata janë prindrit tanë që na lindën, por nuk janë ata prindrit ynor, si të thuash, po na shërbejnë për diçka, vërtet janë shpirtat më të bukur, më të mëdhenj që po na shërbejnë në mësimin tonë. Edhe janë shumë të thella këto gjëra. Kush është gati për t'i mësuar të gjitha, pse, si, qysh, kemi ardhur një jetë, pse erdhëm, çfarë erdhëm të bëjmë dhe gjithçka, do jem dhe në Tiranë së shpejti, mund të flasim në grupe dhe bëj çdo mundur, ndërmjet terapive të ndryshme, ndërmjet videove të ndryshme, që t'ju ndihmoj të zgjoheni, të kuptoni që në fillim vetëdia dhe të mësojmë pse erdhëm, çfarë erdhëm të bëjmë dhe ku do shkojmë dhe si ta bëjmë këtë mbi të gjitha, na i tregon gjithmonë arta. Pastaj ka metoda të ndryshme, sistemi përfaqësik transformik 333, metoda të tjera për lirimin e plagëve dhe të travmave. Keni gjithçka që mund t'i merrni nga mua, por unë nuk mund të flas, më falni për shprehjen, me muret, në qoftë se nuk jeni gati. Akoma dhe kjo video për të gjithë juve që e dëgjoni, në qoftë se jeni të gatshëm t'i merrni këto që po ju them dhe t'i shikoni në veten tuaj ku ju përsëriten gjërat dhe të bëni një hap, të kërkoni të bëni artën e shpirtit, të kontratës, të mësoni bllokimet tuaja. Dhe pastaj të veproni. Veprimi kush është? Marr vendim që të bëj diçka ndryshe. Kush është kjo gjë ndryshe? Të bëj terapi në privat, në grup. Nuk mundet as edhe një person të iki që ka ardhur këtu në jetë, në këto kohë që po jetojmë, pa punuar me veten për të bërë zhvillimin personal dhe njëri me tjetrin që të bëhet zgjimi kolektiv. Dhe njëri me tjetrin do ndihmojmë gjithë kolektivin. Shpirtrat që nuk do jenë gati të punojnë me veten, më vjen keq, por do largojnë shumë shpirtra nga toka. Dhe këtë nuk e them të friksoheni. Dhe e thjesht, sepse shpirti nuk mëson asgjë, thjesht e lejmë këtë jetë, e lejmë këtë trup dhe vijmë në një herë tjetër kur gjërat mbase mund të jenë ndryshe. Dhe çdo gjë është në dorën tuaj. Prandaj, për të gjithë juve që më thoni, kam bllokime, më bëj një parashikim, më ndihmo, kisha dhe njërin që thoshte dje, më ndihmo të lutem, s'kam lek, s'kam gjë. Radhë të parë duhet të kuptoni pse ju ndodhin këto gjëra. Unë jam këtu dhe kam qenë shumë shpëtimtar dhe kjo ishte një nga problemet e mia, sepse nuk zgjidhnja veten, po zgjidhnja të tjerët, sepse donja të merrja çik dashuri edhe unë, sepse më mësuan kur isha e vogël dhe nuk na mësuan kështu, më jep dashuri, mos fol që të dua, me mënyrat si silleshin prindrit na mësuan që ne të humbisnim veten dhe të pyesim veten për të tjerët. Dhe vërteta është që nuk e di ju, po mua nuk më tha se dhe njëri që unë dua të dua veten. Gjithmonë të tjerët ishin përpara. Gjithmonë, akoma dhe në mënyrën e të ngranit, kur vinte miku do thersha ajo pula. Nuk mund të ta therte ty edhe ta anjë si fëmijë, e shumë të tjera. Për gjithçka dhe për çfarëdo që ju intereson dhe në qoftë se dëshironi të bëjmë trajnim ditën e mërkurë, por do jetë thash me pagesë, çfarë jepen dhurat. Nuk jam Mama Tereza, kam qenë deri tani, por koha ime, vlera ime duhet të shikohet, sepse dhe unë jam njeri dhe duhet
të jetoj.